Kemi miratuar me konsensus rezolutën për procesin antarësimit të Republikës Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë kësaj periudhe Shqipëria ka vijuar hapjen e grup kapitujve negociues, ka hyrë në fazën përfundimtare të negociatave dhe ka shënuar mbylljen e kapitujve të parë të negocimit. Ky është një sukses kombëtar, është një sukses i qeverisë shqiptare, i kuvendit dhe i gjithë shoqërisë shqiptare. Të nderuar kolegë, funksioni mbikëqyrës është një nga funksionet më të rëndësishme të kuvendit dhe njëkohësisht fusha ku besoj se kemi realizuar transformimin më të madh gjatë kësaj legjislature. Për shumë vite monitorimi parlamentar ishte përqendruar kryesisht në shqyrtimin formal të raporteve të institucioneve. Institucionet raportonin, komisionet diskutonin dhe kuvendi meratonte rezolutat. Ne vendosëm ta ndryshojmë të qasje. Për herë të parë zbatuam kuadrin e ri procedurial të rregullores së kuvendit duke orientuar procesin e monitorimit drejt vlerësimit të performancës së institucioneve, rezultateve konkrete, ndikimit të politikave publike dhe nivelit të zbatimit të rekomandimeve të kuvendit. Pas ndryshimeve të miratuara me konsensus në rregulloren e kuvendit, është parashikuar mënyra e raportimit të institucioneve të pavarura kjo procedurë me synim rritjen e cilësisë së mbikëqyrjes parlamentare duke vendosur fokus te raportimi i vitit aktual ashtu dhe te zbatimi i rekomandimeve të vitit paraardhës. Një tjetër zhvillim me rëndësi ishte edhe hartimi dhe fillimi i zbatimit të kalendarit vjetor të mbikëqyrjes parlamentare. Për herë të parë kontrolli parlamentar nuk zhvillohet vetëm si reagim ndaj ngjarjeve, por mbi bazën e një planifikimi të mirëfillë strategjik që merr në konsiderat prioritetet kombëtare, rekomandimet e Bashkimit Evropian, dokumenta strategjike dhe nevojën për një mbikëqyrje më efektive. Ky është një ndryshim në kulturën e funksionimit të kuvendit. Funksioni për të cilin flitet më pak në opinionin publik, por që është vendimtar për cilësinë e institucioneve tona, është funksioni